Leju transparencën e vendimeve të saj si dhe pjesëmarrjen e qytetarëve në çështjet me rëndësi. Reagimi drejtuesve të saj vjen pas shkatrimit të lulishtes përballë Kuvendit, ku gjendej edhe Shatërvani, më i vjetër i kryeqytetit. Ditët e fundit jemi bërë dëshmitar të kërcënimit që arroganca dhe arbitrariteti i pushtetit vendor në Tiranë po i bën identitetit historik dhe arkitekturor të qytetit. Viktimat e fundit të këtij plani mistik u bë lulishtja para parlamentit dhe simboli i hershëm i saj, Shatërvani 90 vjeçar. Këtë simbol lokal të rrugës Elbasanit nuk e lëvizën as revolucionarizmi urban i periudhës komuniste, as amullia e postkomunizmit. Por ky simbol u zhduk brenda pak çastesh pikërisht nga ata pushtetarë lokal që bërtasin për më se 10 vjet përkthimin në identitet.